Përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon e radhës. Sot do t'ju tregoj disa ushtrime që mund t'i bëni për fashitin plantar ose ndryshe për dhimbje në shputën së këmbës. Për ushtrimin e parë do t'na nevojitet një top tenisi, të cilin do t'a vendosim poshtë këmbës në këtë mënyrë. Gjuri duhet jetë 90 gradë në fleksion dhe do të bëjmë lëvizje përpara dhe pas me pjesën e shputës së këmbës. 2 sete me 15 përsëritje. Për ushtrimin e radhës do t'na nevojitet një elastik, e vendosim në tokë në këtë mënyrë dhe detyra jonë do t'jetë ta mbledhim elastiku nëpërmjet gishtave të këmbës në këtë mënyrë. Këtë ushtrim e zhvillojmë për të forcuar pjesën e shputës së këmbës. Për ushtrimin e radhës, këmba do t'jetë e drejtuar në këtë mënyrë, vendosim një elastik poshtë shputës së këmbës dhe do të mundohemi të prekim tokën në këtë mënyrë. 2 sete me 10 përsëritje. Nëse këto ushtrime ju ndihmuan, na ndiqni për më shumë të tilla.